19 korrik të vitit 1920 është themeluar Biblioteka Kombëtare, si institucioni i parë publik laik në vend. Në kuadër të 90 vjetorit të themelimit, Biblioteka Kombëtare ka shpallur 90 ditët në vijim, si ditë feste të mbushura me ngjarje dhe aktivitete, kushtuar letrave shqipe. Është disa fish historike për ne, kjo datë për vjetoret e bibliotekave quhen jo aq festat të punonjësve të bibliotekave, se sa festat të lexuesve. Ndërkohë, nga ana e tij, Ministri i Kulturës Ferdinand Xhaferaj theksoi se është koha të përmenden edhe problemet e bibliotekës 90 vjeçare shqiptare, pasi në këtë mënyrë, sipas tij, zgjidhjet do të jenë më të shpejta. Biblioteka Kombëtare ka shkuar më tej. Ajo është sot pjesë krejtësisht e sistemuar në rrjetin evropian të bibliotekave dhe po kështu është pjesë integrale e kulturës digjitale botërore dhe europiane. Stafet e Bibliotekës Kombëtare, së bashku me drejtorinë e librit, janë duke punuar ngushtësisht që të konkretizojnë, të shkruajnë në ligj këtë premtim, këtë ide të hedhur nga kryeministri. Është problematika e hapësirave për librin dhe për lexuesin. Në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes dhe në mbështetjen e kryeministrit, që brenda këtij 6 mujori që sapo ka nisur, ne të zhvendosim fondet dhe të krijojmë të tjera hapësira. Gjatë 90 ditëve të përvjetorit, Biblioteka Kombëtare ka parashikuar organizimin e disa ekspozitave, duke nisur nga muaji gusht, simpoziume e konferenca si ajo për Marin Barletin, si dhe memorandume e botime të posaçme.